kur ngrej një kup me fanelën e Vllaznisë, do të më thonë që një është më i lumtuni në tonë Shqipërinë. Një knatësi se klubi ka emrin e madh shumë. E na kujtojmë futbollistat më përpara, që kanë lojtarë bajagit mirë, na për shembull Brazion, Mojmend për shembull Loro Borishin që ka luajt, pak nëse Mojmend, po Loro Borishin, Muhamet Bibin e shumë futbollistë të tjerë, me radhë tjerë. Ka pas edhe periudha që na kena edhe në 63-shin, 62-shin periudha jo të mira, po si mas ndonjë grupi që kena ardhur në 64-shin në Evropë, ka një 10 vjeçar, një kryvepër. Është knatësi, jo knatësi, po është nuk përshkruhet. Nuk përshkruhet, unë s'kam fjetat natë. Gjithë natën, më kanë ardhur tonë tifozeria të vërtit në shpi. Ashtu si mollë shokëve të mi. Pjesë. Si me harru. Kur? Kena urru Vllaznisë. Vllaznia meriton, Vllaznia është djepi futbollit shqiptar. Unë kam nostalgji, unë kam gjakun për këtu krejt. Unë s'kam bëha as i punë. Vetëm me sportin. Unë prej futbollista e nërë s'kam bëha as i lloj punë tjetër. Kështu që jam mërën në zemër të Vllaznisë.